Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet e para zyrtare, sipas të cilave në 43 komuna janë zgjedhur kryetar që në rrethin e parë, ndërkohë që qyteti i Shkupit dhe 33 komuna të tjera shkojnë në rreth të dytë. Censusi nuk u arrit në komunën e Gostivaret, ku votuan vetëm 33.31% e votuesve. Gjithashtu censusi nuk u arrit as në komunën Mavrov Rostush, Qendërzhub dhe Vrapçisht. Në këto 4 komuna zgjedhjet duhet të përsëriten, por fillimisht duhet të priten të kalojnë afatet ligjore sa u përket ankesave dhe më pas nëse rezultati përfundimtar mbetet i pandryshuar, atëherë duhet që zgjedhjet të shpallen në afat prej 60 ditësh. Në ndërkohë, qeveria do të duhet të emrojë ushtrues detyre, i cili do t'i kryejë detyrat e kryetarit. Kështu bën të ditur zëdhënësi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Admir Shabani. Për të pasur një gjendje konkrete, duhet presim të kalojnë edhe gjitha afatet sa i përket procedurës të ankimimit ditës së zgjedhjeve dhe pastaj pasi të mbarojnë gjitha procedurat dhe të shpallen rezultatet oficiale, do të shohim se çka do të ndodhë, a do të ndryshojnë numrat, a do të ketë ndonjë ndryshim tjetër, sidoqoftë do t'i presim këtë procedurë të kalojnë. Mirë po që se mbetet e njëjta situatë, atëherë në pas të kodit zgjedhor, pas 15, në afat të 15 ditëve nga konstatimi i gjendjes e cila është, do të duhet organet zgjedhore ta njoftojnë Ministrinë për Veçevërisje Lokale, që pasandej e njëjtat njoftoj qeverinë për të përcaktuar të besuarin qeverisë në lidhje me komunat ku nuk është arritur censusi, ndërsa pasi të kalojnë ky afat, do duhet në afat prej 60 ditëve të shpallen edhe zgjedhje të reja për komunat tek të cilat nuk është arritur censusi dhe gjithë procesi të zhvillohet prej fillimi, kuptohet për komunat në të cilat patën mungesë të censusit për të bërë zgjedhjen e kryetarëve të komunave. E meqense përsëritet e gjithë procedura zgjedhore, të drejtën për të kandiduar e ka kushdo, jo vetëm kandidatët që kanë qenë në garë. Në bazë të kodit të zgjedhor, faktikisht përsëritet e gjithë procedura zgjedhore pasi që shpallen zgjedhje të reja për këto komuna. Në zgjedhjet e 19 tetorit, gara u zhvillua në mes të Valbon Limanit nga Aleanca Kombëtare për Integrim, i cili sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve arriti të fitojë 16.949 vota, Sebeadin Dautit nga Vlen që fitoi 4.221 vota, Darko Gryovski nga e Majta me 2.857 dhe Visar Ademi, kandidati pavarur, i cili fitoi 1.409 vota. Ndërkaq sa ju përket mandateve të fituara nga votimi për këshilltar, të dhënat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve flasin se Aleanca Kombëtare për Integrim ka fituar 12 vende këshilltarësh, VMRO DPMN 5, Vlen 3, TDP 2 dhe LSDM 1 vend. Këshilli i Gostivarit këtë vit ka gjithsej 23 antar dhe sipas votave të fituara, kjo do të jetë përbërje e re.